Jemi sërish së bashku dhe prej të gjitha emisioneve që kam realizuar deri më tani, sot ndje më e mbrojtur se kur, sepse jam këtu së bashku me 3 karateist, por ama Arlindin do e lëm tani vetëm në rolin e trajnerit. Jemi me 2 karateist shumë të talentuar, të cilët janë 2 nga gjithë klubi i karates Fati në Tetov, të cilët janë kampion dhe që jam e sigur që janë gati për sulm në qoftë se do kishte pas nevojë. Më vjen mirë që ju kam sot në studio me trajnerin tuaj dhe u përshëndetëm dhe është kënaqësi që të kemi sot Isa Elmazi dhe Andi Ziberi. Dhe më lejoni që në fillim, përveç se t'ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit dhe t'ju dëshiroj shumë suksese në garat tuaja të ardhshme dhe t'ju përgëzoj për arritjet tuaja deri më tani. Faleminderit. Dhe më vjen mirë që jeni kështu dhe me kimono të veshura, sepse e prezantojmë pak atë se çfarë bëni ju në përditshmëri. Ajo duket trajner tani sikur jeni në ato ushtrimet tuaja dhe jeni gati që t'ju përtisni nëse bëjnë ndonjë gabim? Ose sot do jeni më kështu, më të qetë? Jam mësuar të shoh në palestër kështu me kimona, por kjo është era e parë në studio. Të jemi me kimona, por është kënaqësi, është një stil tjetër që mund të shifet edhe nga opinioni se si duken edhe kimonat dhe garuesit me kimona kështu. Janë me rryp i thonë? Po, brez. Me brez blu, a ka në një lidhje ngjyra? Të kuqe dhe të kaltërt, do të thonë, garojnë në përgara, për shkak se duhet njëri të jetë i kuqit, të jetë i kaltërt. Jo rastësisht këta kimonat janë që shifën në këtë rast Isa i ka të kaltërta, po të njëjtën e ka të sipërme edhe të kuqen. Kur garon me brez të kuq, duhet i ketë edhe brezin e kuqe, edhe dorezat e kuqe, edhe kimonën sipri të jetë shënuar me të kuqe. Kështu që nuk janë rastësi. Nuk janë rastësisht. Janë të përzgjedhura. Ju jeni trajner i klubit karates Fati në Tetov tashmë disa vite, siç e tham që në fillim të emisionit. Si ndjeni ju si trajner për sukseset e tyre dhe cilat janë ato sukseset të cilat i kanë arritur Isai dhe Drinit të cilët Andi, të cilat ne i kemi këtu, por edhe Erdonën të cilën nuk e kemi fatkeqësisht, por që e përshëndesim dhe kanë bërë buj kohëve të fundit, por ama dhe sukseset të tjera të cilat ju i keni pasur përpara këtyre, nëse mund na jepni një përmbledhje kronologjike ndoshta. Po, tash do të bëjmë një përmbledhje të shkurt vetëm në këtë periudhë të fundit, mos kapim periudhë më të gjatë, për shkak se ju e dini vetë se klubi janë rrjedh edhe prej 2 kampionave evropian, Berat Jakupi dhe Doan Osmani. Kemi edhe kampiona balkanik si Dritoni dhe ashtu me radhë. Por kjo përmbledhje e fundit është e përplot me suksese dhe gara, si në vend, ashtu edhe jashtë vendit. Isa Elmazi është prezent të në 9 majt timen që mori pjesë në kupën botërore për të rinj në Guadalajara të Spanjës. Ky qytet është i njohur edhe për shkak se në vitin 2014 fituam si klub me reprezentacionin e Maqedonisë dhe bronzën e parë për U21 në Guadalajara të Spanjës. Edhe këtë radhë Isa Elmazi mori pjesë në kategorinë e kadetëve minus 70 kg. Isa kohën e fundit merr pjesë në për gara, mos them superiore, gara të mëdha që marrën pjesë mbi 70 shtete dhe 3000 garues këtë radhë kishte. Prezentimi është kohën e fundit i tij është dinjitos, edhe pse për momentin ndoshta nuk është në piedestal, por shumë shpejt Isën do e kemi në piedestal sa i përket garave të mëdha që organizon Federata Botërore. Po ashtu edhe Andi Ziberi është garues i mirë që tani sa erdhëm këtë vikend kishim garë edhe në Kosovë, fitoi vendin e parë në Istok të Kosovës. Flasim edhe për Erdona Ziberin, është kampion e shteti për senior, është padyshim është suksesi shumë i madh në play-off, tani edhe vërtetoi titullin kampione dhe është antar e reprezentacionit të Maqedonisë që do të marrë pjesë në kampionatin evropian në fillim të majit që do të mbahet në Ermeni. Paraprakisht. Më falni që më ndërpres, kjo nuk kupton se do prezantoj shtetin ton në garat evropiane, po? Po, në fillim të majit do merr pjesë në kampionatin evropian në kuadër të reprezentacionit të Maqedonisë në Ermeni, gjë që është një sfidë e madhe, është një rezultat i madh. Unë them shpesh edhe pjesëmarrja është punë shumë e madhe, të marrësh pjesë, të jesh në reprezentacion të seniorëve,
por na jemi mësuar me rezultate dhe gjithmonë synojmë pjedestalin, rezultatin më të lartë. Unë besoj te Erdona, tani do të kemi edhe përgatitjet përfundimtare në Kroaci, me reprezentacionin e Kroacisë është një skuadër, një ekip me rezultate shumë të larta, botërore dhe evropiane, dhe për Maqedoninë, për reprezentacionin tonë është një respekt i madh që do marrëm pjesë në atë kamp stërvitor ku edhe Erdona do të jetë atje. Unë besoj që do të kaloj edhe pa lëndim, që është pikë e parë që mos ketë lëndim, dhe unë besoj në kampionatin evropian do të shkëlqeni. Do të shkëlqeni. Do doja të ndalesha pak të dy karatistët që i kemi këtu në studio, do doja të filloj me Isain. Më thuaj pak, si e ke filluar ti karrierën tënde si karatist? Si mban mend fillimet? Po, fillimet i mbaj normal, në fillim normal kur je më i ri, asnjëherë nuk e merr sportin edhe aq seriozisht, po pastaj e kisha në fakt si hobi, por pastaj duke ushtru më shumë, ajo fillon të bëhet pjesë e jetës tënde dhe fillon ta marrish për zemër sportin, dhe kështu unë e fillova dhe pastaj vazhdova të ushtroj çdo ditë edhe çtash vazhdoj me të njëjtën. Dhe tani vazhdoni të ushtroni si kampion, jo vetëm si hobi. Që sa kohë merreni? 10 vjet. 10 vjet. Po. Andi? Edhe ti që 10 vjet mos më thuaj. Jo, unë më shumë kam, Më shumë? Unë kam filluar të merrem me karate prej moshës 4 vjeçare, gati më tash 12 vite. Edhe unë fillimisht ka qenë e imponuar nga prindi për shkak se të merresh me sport është një pasuri. Fillimisht vitet e para që kam ushtruar edhe unë si hobi, po duke u rritur, duke u bërë pjesë e imja karateja dhe duke më formuar mua si personalitet, dhe tashmë është një pjesë e jetës time që nuk do mundja të isha ky Andi pa karaten apo pa sportin. Andi, sa po përmendi edhe trajneri se shumë pranë ditës që jemi duke folur, ju sa po keni fituar edhe një garë në Kosovë, mbati keni fituar dhe shumë gara, dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera të rajonit. Për cilën do ishit ju më krenare? Cilën do e quani se arritjen tuaj më të madhe? Po, këtë vit kam marrë pjesë në plot gara, si kampionate shtetërore, po edhe organizime të ndryshme. Ka pasur, do me thëmë, performancat e mia shumë të sukseshme, po edhe performanca ku kam mësuar më shumë, dhe mendoj se është shumë thelbësore që të mësojmë nga gabimet. Një ndër garat që do mbaj mend më shumë, edhe pse nuk kisha, do me thëmë, vend të parë, ishte në kampionatin shtetëror, ku fitova plot 4 lufta dhe në finale humba, do me thënë, dhe mendoj se isha shumë i lumtur nga performanca ime, dhe isha shumë afër që të jem antar reprezentacioni për në kampionatin evropian që u mbajt. Dhe më vjen mirë që janë aq optimist dhe thoni jemi shumë të lumtur që kemi arritur të paktën deri aty. Isa, më thuaj pak, ke fituar dje dhe kampion pikërisht në Spanjë, ku e përmendi dhe trajneri. Si ka qenë kjo eksperiencë, si ka qenë ajo garë për ty dhe momenti kur edhe je shpallur kampion? Po, në atë garë nuk është se kisha shumë emocione, sepse deri tash kam eksperiencë edhe nuk është se më pengon të marrë pjesë në kështu gara, edhe pse janë garat në nivel më të lartë, nuk ka gara me nivel më të lartë se kjo, po unë kam marrë pjesë po ashtu edhe vitet me radh, kam marrë pjesë plotëherë në kështu gara, në Poreç, në Dubai, kështu që kjo ishte era ime 5 ose 6. Këtëherë nuk arrita të marrë medalje ose të shpallem kampion, por kam pas garë shembull 2 vjet para 2 vjetëve ku u shpalla kampion në Veneci, e njëjta garë por lokacion ndryshe. Kështu që edhe nga humbja ndonjëherë mëson, prandaj nuk është se u dëshpërova nga humbja që pata në Spanjë dhe vazhdova të ushtroj. Si është kjo ndjesia? Do doja një këndvështrim nga të dy kur jeni duke garuar, pra është në procesin dhe gara, dhe shihni dhe performancat e të tjerëve. A ndjeni pasiguri, a ndjeni konkurrencë, apo kur i shihni ato sigurojeni thoni, "Okej, unë këtë e kam të fituar." Andi? Unë mendoj se është shumë rëndësishme që të rikujtosh vetes se je më i mirë se të tjerët dhe ta shohësh në atë këndvështrim, por sigurisht ata nuk do mund ta mendoje nëse nuk do ishe i rregullt dhe i sigurt në vetvete. Do me thënë për të qenë i përgatitur edhe mentalisht është më shumë e lidhur se sa ke ushtruar, dhe nëse je i rregullt në ushtrime dhe
nëse ke vetbesim, normalisht që s'do kesh probleme fare për të garuar pas një farë kompleksin dhe të tjerve duke shikuar se si kam performancat ata. Isa? Unë për herë mendoj dhe besoj në vetë, por ajo dë njerë edhe mund t'jetë keq, sepse ka pas shumë gara që kam humb prej vetbesimit. Që është duke qeshur, aha, e pas keni marrë mësimin. Po, ka pas plot gara që kam humb prej vetbesimit tim. Ajo e fundit mund të them që ishte në kampionati evropian në Poloni, edhe nga vetbesimi i madh arrita të humb nga një kundërshtar që nëse ishte një ditë tjetër, isha i sigurt se mund të fitoja, po a ditë kisha vetbesim vetvete shumë, edhe ajo më çoi që të humbi. Prandaj nuk bën kështu vetbesoj shumë vetvete. Diçka e tepërt është e dëmshme. Cilat janë ato aspiratat tuaja për karrierën? Çfarë do të quani të pikun e karrierës, diçka që doni ta arrini me patjetër në një plan, le të themi në 5 vitet e ardhshme? Patjetër. Për mu, për herë ëndrejmë në këtë sport, nuk ka qenë asnjëherë të bëhem shembull një herë kampion botë ose një herë kampion Evrope, sepse shumica edhe prindrit e mi më thuajnë mu ke kohë, sepse unë e din duhet t'i bëj çdo gjë sa më shpejt, edhe ato mua më thënë shpesh se ke kohë, do arrish, do bëhesh do një herë kampion, do vine dita jote, po për mu për herë ëndrejmë ka qenë të bëhem 2 herë ose më shumë, edhe ajo do më mbese si ëndër dhe si pik, si gol për të arritur. Po. Andi? Për mua një aspirat shumë e madhe dhe mund të them se idolizoj nga antarët e klubit më të hershëm të klubit tonë, do me thënë kemi pasur kampiona Evropë, por unë mendoj që më synoj që në vitet e ardhshme si garues të marr pjesë edhe në kampionat botror dhe pse jo edhe të bëhem në kampion bote dhe poshtë të jem edhe një garues që do të isha më konsistent në pjedestalet e garave të rëndësishme si botror, evropian apo në liga të ndryshme. Trajner, unë ju përgëzoj, përveç se punën që e keni bërë, që keni nxjerrur kaq shumë kampion, për gjithë vullnetin, ambicien dhe vetbesimin që ua keni dhënë këtyre. Si e arrini këtë dhe si e përjetoni ju suksesin e tyre dhe a jeni ju të përgatitur duke e parë se kë çoni në gara, a janë rezultatet e pritshme? Një gëzohem kur i ndëgjoj kështu në mirë që ishte rasti i emisionit dhe ti ndëgjoj kështu drejt për drejt nga zemra se si flasin, për shkak se në Stërvitje nuk kemi shumë teori, më tepër janë puna praktike. Edhe jam i gëzuar që me të vërtet ata janë të stimuluar dhe kanë atë kërkesën shpirtërore që me punë të arrijnë edhe rezultatet kulminante. Me të vërtet jam krenar që i kam garues, i kam nxënës, edhe jo rastisht pyetja e parë, mendoj në pyetjen e parë u përgjigja se do t'jap gjithçka që këta të arrijnë kulminacionin. Kulminacionin ne nuk i kemi shumë larkë, për shkak se thash unë kemi 4 herë kampion Evrope Berat Jakupin, 1 herë kampion Evrope Don Osmani, kemi kampiona mesdhetar, tituj kampiona mesdhetar, universitar, kështu që unë jam i bindur se me këtë tempo të stërvitjeve që stërvitin çdo ditë, pse jo, do arrijmë qëllimit. Suksesi nuk duket largë. Për pos të punës praktike, pasken edhe teorinë, pasken oratorinë shumë të bukur. Radhës tjetër do i marrin vetëm antarët e klubit, pa ju. Po, s'paska nevoj për mua. Shpresojmë që t'ju kemi sa më shpesh në studio për çmime dhe për sukseset të tilla dhe shpresoj që radhës tjetër do shihemi me titullin kampion Evrope, më vonë edhe kampion bote, pse jo, dhe sukseset e klubit të Karate Sfati dhe të çdo klubi sportiv që mundohet dhe jep mund për të arritur sukses të jenë patjetër rezultatet më të mira. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot dhe ju dëshiroj shumë suksese dhe që të arrini të bëheni kampion bote, jo vetëm një herë, sa më shpesh që të mundeni dhe që të na bëni ne krenar si vend dhe si rini aq më tepër dhe një herë ju përgëzoj për punën e mrekullueshme që keni bërë. Faleminderit shumë. Për ftesën edhe kemi shumë gara që na prinë para dhe besoj që do vime edhe me rezultatet e reja. Shpresojmë shumë. Merit.